Teatri Migjeni në Shkodër u kthye në një skenë festive dhe elegante ku zhvillua mbrëmja gala e fundvitit Ndërmendje 2025, një koncert që bashkoi emra të njohur të muzikës klasike shqiptare dhe formacione prestigjioze artistike. Në këtë mbrëmje të veçantë performuan sopranot Marigona Çarkezi dhe Ardita Meni, të cilat sollen interpretime të spikatura vokale. Pata kënaqësinë që përveç perlave të repertuarit ndërkombëtar operistik të interpretoja edhe veprat tona shqiptare shumë të bukura. Kënaqësi shumë me veçantë të bashkëpunoja me maestrën Elda Laro, të cilën e falenderoj shumë për ftesën. Në skenë u ngjitën edhe pianistja Nikol Tuka, trombonisti Anton Guri dhe violinisti Ergi Papadimitri në rolin e koncertmaestrit. Koncerti u shoqërua nga Kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia dhe Orkestra Simfonike e Shkodrës. Ishte përgjegjësi dhe kënaqësi e veçantë edhe për mua që kthehem prej Gjermanie, për studimeve të mia. Dirigjimi ju besua Elda Laros dhe Erio Daja, duke krijuar një harmoni të plot mes orkestrës dhe solistëve. Mbrëmja u prezantua nga Evi Reçi, e cila interpretoi këngën e njohur Ave Maria. Teksa ti prezanton ke një emocion tjetër dhe atë moment duhet ndalesh dhe të kthehesh në artiste. Dhe sigurisht momenti në fund kur Elda ngreti gjithë publikun në këmbë, orkestra me Radelski Vals. Ndërmendje 2025 u realizua me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe u prit me interes nga publiku, duke u shndërruar në një nga aktivitetet kulmore të fundvitit në qytet.